Prandaj, terapia me psikolog huaj nuk funksionon gjithmonë për shqiptarët. Përshëndetje, unë jam Jona, bashkëthemeluese e Bliss. Kam një background për rreth 10 vitesh në botën e startupeve teknologjike, në pozicione leadershipi, growth dhe marketing, kryesisht në Britaninë e Madhe, Europë edhe në Shqipëri. Bliss lindi nga sfida ime personale për të gjetur një psikolog që më kuptonte kulturën dhe fliste gjuhën time literalisht, por edhe metaforikisht, gjatë viteve kur jetoja në Londër. Më pas kuptova që këtë sfidë e ndajnë shumë shqiptarë kudo që jetojnë në botë. Bliss është një platformë e shëndetësisë mendore që e bën terapinë online më të aksesueshme për komunitetet e diasporës kudo në botë, duke lidhur përdoruesit me psikolog që kuptojnë gjuhën dhe kulturën e tyre, kudo që ata ndodhen. Platforma është live në bliss.al, ku si përdorues ju mund të regjistroheni, të zgjidhni një nga rrjeti ynë i gjerë i psikologëve shqiptar në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni të Veriut dhe shumë vende të tjera të diasporës. Aty mund të përnotoni një orar në kalendarin e psikologët, të kryeni pagesën online dhe menjëherë në email juve linku i seancës bashkë me të dhënat e datës dhe orarit. Seancën online mund ta zhvilloni me video ose audio sipas dëshirës. Doja të veçoja gjithashtu që konfidencialiteti i përdoruesve tanë është prioriteti numër 1. Të gjitha të dhënat e përdoruesve tanë në platformë janë tërësisht të sigurta, të enkriptuara dhe mund të aksesohen vetëm nga ju dhe psikologët tuaj. Jemi shumë të lumtur që kemi nisur bashkëpunim edhe me korporata shqiptare të cilat vendosin mirëqenien e punonjësve të tyre në prioritet. Por jo vetëm kaq, së shpejti do të lançojmë funksionalitetet tona të reja të fuqizuara nga inteligjenca artificiale dhe po hapim zyrën tonë të dytë në Finland për të mbështetur zgjerimin tonë ndërkombëtar.